Përshëndetje. Sot së bashku do të bëjmë një analizë kuptimore të poezisë Në mundësh e Kipling. Poezia Në mundësh është një ndër poezitë më të njohura të Kipling, një shkrimtar anglez i prozës së shkurtër dhe novelist. Është një nga shkrimtarët më të njohur në Angli, si në prozë ashtu edhe në poezi në fund të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit të 20. Në mundësh quhet poezia. Në mundësh të ruash arsyen, kur bota humbet fillin dhe fajin ty ta hedh, dhe vetes ti besosh sa herë që tek ti besojnë, po edhe nuk për fillin, po edhe dyshimet drejt ti gjykosh. Në mundësh të rish në pritje, nga pritja pa u lodhur, dhe kur të urrëtje mos u shqe, mandej nga shpifjeve të rish pa folur, në thjeshtësi për to, pa rëndesh. Në mundësh të mendosh, po jo gjë në shkatërim, të ndërrosh, po jo si robë ndërimesh, e të trajtosh një lloje pa dallim, nga dhënim me shpardallim, burim mashtrimesh. Në mundësh që fitoret që ke korrur, ti filiosh si në kumar, në një të vetë me lojë, të rrezikosh, të humbasësh, prap t'ja fillosh dhe humbjen kur të mos e zësh në gojë. Në detyrovsh do të muskuj, nerdh, pulse zemër, të shërbejnë kur nuk e më asgjë, veç vullnetit që vetëm fjalën qëndro, gjithmonë të thotë. Në mundësh të flasësh me maskaret, po nderit të ruash, të ecësh për kram mbretit pa krenari që verbon. Në mundësh t'i mbushësh ti minutat në orët e tua të rënda, me vepra që peshojnë, ti e mos ki asnjë dyshim se jotja do jetë bota me çka brenda, dhe burr do t'jesh o birim. Sigi do të pa u thënë edhe janë dy vargje, sa të kem frymë me ligjëru, e sa gjallë në jetë unë jam, kur Shqipni s'ka me të haru, edhe në varë me të përmend kam. Qëllimi i autorit në këtë poezi është të edukojë të birin që të bëhet një njeri me karakter të fortë e të ekuilibruar për të përballuar sfidat e jetës. Poezia është ndërtuar në formën e këshillave, të cilat autori ja kushton të birit. Këshillat në poezi përcillen si një kërkesë e herpashershme që njeriu duhet ta bëjë ndaj vetes, sepse gjithçka që ai do e gjen aty. Përpjekja e vazhdueshme jetësore si një mundësi për të vazhduar rrugëtimin e jetës. Në faqen 119 të tekstit tuaj do të gjeni poezinë Në mundësh. Do të nënvizoni në të këshillat që autori i jep të birit. Çdo njëra prej tyre përcjell një mesazh të fortë. Shohim disa prej vargjeve që përcillen në formë këshillash nga poeti për të birin. Për shembull, të ndërosh, po jo si rob ndërimesh. Mesazhi përcjell ndërime me këmbë në tokë. Dhe vetes ti besosh, besimi te vetja. E kur të urrejnë, urrejtje të mos u shqesh. Toleranca. Në mund të mbushësh minutat aq të rënda me vepra që peshojnë, e jotja do të jetë bota me çka brenda. Rezultati nga vepra. Ajo çfarë bie në sy në këto vargje është deporosia që jep autori për ruajtjen e ekuilibrit të ndjesive dhe veprimeve njerëzore. Për autorin të bëhesh burr do të thotë
të mbartësh disa vlera. Autori kërkon të thotë se nuk është e thënë të eci me hapa të shpejt për të mbërritur diku. Hapat e sigurisë janë ato që na çojnë aty ku duhet. Në vargje gjejmë shumë herë të përsëritur titullin e saj, Në mundsh. Kipling më shon shumë mbi të për të treguar kështu rëndësinë që ajo ka në poezi. Ai e thekson duke e veçuar nga fjalët e tjera për të treguar se veprimi do të realizohet nëse plotësohet kushti, si dhe për të vënë në provë forcën e djalit, këmbguljen, vullnetin, dëshirën për të qenë njeri me karakter. Poezia në fund mbyllet me këto vargje. E jotja do të jetë bota, me çka brenda, dhe burr do të jesh biri im. Kipling, vargun e fundit, biri im, e shpreh si një tregues të cilit i drejtoi të gjitha porositë e dhëna. Por a janë këto porosi për të gjithë? Mesazhi që autori përcjell nuk është vetëm për të birin, por ai merr për masa më madhore dhe bëhet mësim i të gjithëve. Pasi ju të jeni njohur me poezinë, do të shkruani në fletorin tuaj të shtëpisë disa këshilla që ju japin prindrit. Ju uroj punë të mbarë.